Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pohuar se aplikimi i Kosovës në Bashkimin Evropian duhet të avantojë. Gjatë një mbledhje të përbashkët me Marta Kos, Kurti ka theksuar se ne nuk duam asnjë rrugë të shkurtër e asnjë derë të pasme, por një proces të miratuar integrimi në Bashkimin Evropian, pasi Kosova ka punuar shumë për plotësimin e kritereve. Ndryshe nga kryeministri Edi Rama, i cili ka kërkuar një proces të përshpejtuar dhe një anëtarësim pa të drejtë në Bashkimin Evropian, Kurti theksoi se dua një proces të merituar integrimi. E kemi ngritur edhe çështjen e statusit të kandidatit dhe hapjen e negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi bërë aplikimin dhe elementi i ripërtërritjes duhet të rezultojë në mënyrë avancimi për sa i përket të Kosovës. Mbështetja publike për anëtarësimin në Bashkimin Evropian qëndron vazhdimisht rreth 90% dhe është ndër vendet më të larta për sa i përket vendeve kandidate, pohon Kurti në fund të fjalës së tij.